Numër i madh i ministrave të shëndetësisë që tashmë janë ish, kishin premtuar rregullimin e parkingut në qendrën klinike, por qytetarët edhe sot përballen me këtë problematik për çdo ditë. I pyetur nga televizioni Shenja ministri i shëndetësisë Azir Aliu, tha se problemi administrativ është te i kaluar dhe se më së voni deri në maj pritet të rregullohet problemi me hapësirën parkuese, me të cilin do të menaxhojë ndërmarrja publike parkingjet e qytetit. Ai shtoi se qendra klinike do të ketë garazh në kate dhe hapësirë të rregulluar dhe po edhe digjitale. Parkingu ishte problem administrativ, ju thash që i kemi zgjedhur në nivel të qeverisë veç ka kaluar. Tani më priteshte 8 ditë që të jetë në gazetën zyrtare. Besoj që ka kaluar edhe në gazetën zyrtare. Tash do duhet me institucionin përkatës të nënshkruhet kontrata dhe të fillohet me punë në pjesën e investimit brenda në infrastrukturë. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që një ministër premton zgjidhje për këtë çështje. Premtime të ngjashme janë dhënë edhe nga ish-ministri Arben Taravari, por edhe nga disa paraardhës të tjerë, por situata në terren ka mbetur e pandryshuar. Qytetarët dhe pacientët vazhdojnë të humbin kohë dhe të përballen me stres vetëm për të gjetur një vend parkimi. Zgjidhje alternative janë përmendur dhe provuar edhe më herët, por asnjëra nuk është zbatuar me sukses.